Albania Radio. She's on air. Sa s'kesi me shpëtu një nga deklaratat e tuaja e borxheve tash. Po, borxhet më gjallë, Jo, për kemë Eluizi që ai ka borxhet e veta. Mesazhe sot. Ja se më thonë njëri mu, tha bërë ki bërsh të bërsh. Po ti, s'ke bërsh? Jo thasha, jo, tha, po ti njëri kot me thash kush ti bërsh ty. Duhet me kanë dikush me thonë bërsh. Unë dua të bëj dhe një pyetje të fundit rreth Big Brother dhe nuk dua të bëj më. Çfarë dush? Nëse Big Brother do ishte nesër finalja, kush mendon ti se do fitonte ose kë doje ti? Po, ato personazhe që unë dosha janë të dalë, po mendoj që Masuels, të ishte nesër po flasim. Po, flasim. Masuels kisha dashur Malin. Malin. Po të bëj edhe një pyetje tjetër klishe. Ti veten e konsideron fitues apo humbës të këtij edicioni? Unë faktikisht e kam qujt që mas shoshat deri në finale e kam qujt dështim, edhe mund ta quaj si dështim, sepse nuk vllash thash as 10% asaj që unë mendoj që kam me dhënë. Të garantoj që më të mirë nuk e merr fituesi shumë herë. E merr ti, unë besoj se je një djalë, një ish banor që ka marrë dhe merr shumë dashuri nga publiku dhe nga njerëzit, edhe kjo është një nga fitoret më të mëdha që mund. Kjo faktikisht është shumë e vërtet, edhe falenderoj që humbin Livia ashtu. Ka mundësi, por kam marrë mesazhe të jashtëzakonshme, i kam thyer përgjigje tanëve pothuajse, tanëve. Shpresoj mos kem harruar me kën, se mendova si po pritet njash, po tan më kanë përgëzuar dhe se di është një diçka një jashtëzakonshme. Mund s'më intereson, e kam thënë, s'më intereson lek. Ndoshta kam nevojë më shumë se tan, po